felicità e abbassare la luce per fare pace alla felicità. Njëra dhe mësafirët këtu, njëra prej mësafirëve është edhe italiane, pra ta pritëm me këngën italisht. S'ka përse falenderit që jeni me ne, falenderit Kaltrina për pjesëmarrjen. E tërgova ma herët, do më thënë është një ekspozite përkashme multimediale që organizohet për nesër në ora 19, në ora 7, edhe është e veçanë vërtet se nuk na bjen shumë shpesh me përmend luftën e dytë botërore, ndoshta që kemi shumë luftra e përmendim veç të fundit, zakonisht. Është mundën që ajo është një prej arsyeve pse nuk flasim për luftën e dytë botërore, për shkak se janë as 15 vjet që është kryer lufta jonë në fundit. Po me 9 maj është 7 vjetori luftës dytë botërore, edhe po që thotë ti më herët në ditën atë prej orës 7 mbrëmje deri në orën 9 do të prezantohen disa prej materialeve që i kemi prodhuar në kuadër të iniciativës për histori gojore. Mirë shumë. Këtu i kemi edhe Ana Dilelion, që është pjesë e këtij organizimi. Çfarë do të ketë në ekspozitë? Okay, we will have videos and we will have also a slideshow, sort of like a film, of all postcards from Kosovo dating to World War II. Were given to us by a Norwegian professor who worked here for many years, Kenneth Anderson. You know him. I think it was your professor too, Kietz. And then we are also going to give this little brochure with some stories that we have collected, the pictures, that will illustrate a little bit more what we want to show. Yes. Do të thonë, do të ketë nëse mundesh me na tregu ti Kaltrin, pra gjithashtu do të ketë ishte pak gjatë në gjuhën angleze që me po do të thonë do të prezantohen disa prej materialeve të cilat na veç kemi filluar me mbledh gjatë këtij viti. Iniciativa për histori gojore e bën mbledhjen e rrëfimeve mbi luftën e dytë botërore. Çka na bëjmë është në princip takohemi me njerëz të cilët janë hala gjallë edhe të cilët kanë kujtime mbi luftën e dytë botërore ose kanë kujtime familjare mbi luftën e dytë botërore. Në kuadër të kësaj ekspozite na do t'i prezantojmë disa prej materialeve të cilat i kemi prodhuar gjatë këtij viti. Kjo që ka vëtë ti për ma ndorë është një broshurë ku janë disa prej rrëfimeve që i kemi edhe në kuadër platformës tonë online, oralhistorykosovo.org. Gjithashtu do të prezentohen edhe 2 intervista të gjata me Luljeta Bajrin, e cila është dëpia e Mrush Bajrit, edhe historia e tyre familjare në raport me luftën e dytë botërore. Babai i Luljeta Bajrit ka qenë pjesëtar në luftën e Spanjës, gjatë luftës, domethënë në luftën e Spanjës, edhe mandej ajo është është këtu apo? E kemi edhe foton. Po. Ta gjetash. Mrush Myftari apo? Po. Mandej është gjithashtu edhe një pjesë e intervistës me Vehap Shitën, ndjerin Vehap Shita. Ai ka qenë i ri gjatë luftës dytë botërore, ka qenë disa herë në burg gjatë këtyre atyre përplasjeve që kanë ndodhur me Gjermani, Italianë dhe me komunista, partizan. Gjithashtu që tha edhe Ana, është edhe një koleksion i postkardave, i kartolinave, cilat janë shkëmby prej vitit 1936 deri në vitin 1945 në Kosovë. Domethënë prej njerëzve që kanë udhëtu ose kanë luftu, ose kanë qenë pjesë e grupacioneve të ndryshme gjatë asaj periudhe në Kosovë. Mirë, e përmendëm të thonë që të broshurë, Qashtu është një përmbledhje. Si buklet, si broshurë, përmbledhje e fotove, dokumenteve që janë marrë, dhe më thonë, prej Norvegjisë, apo prej këtij muzeut? Postkardat edhe disa prej fotografive, kartolinat edhe disa prej fotografive cilat janë specifikisht kësaj periudhe. Ai është koleksionar, Zoti Andersen është koleksionar i këtyre tip të postkardave. Na kemi qenë mjaft fatlume, se faktikisht këto postkardha nuk janë koleksionuar në Kosovë asnjëherë. E janë shkëmbime relativisht personalit njerëzve që kanë udhëtuar në Kosovë gjatë asaj kohe ose kanë qenë pjesë e formacioneve specifike ushtarake ose civile gjatë luftës dytë botërore. Këtu e pas kem edhe shkollën e parë, apo? Shkolla fillore e parë në Pazari i Ri, në vitit 42-3, ishte mesues Abdullah Zaimi, ishte shumë i ri atëherë, ishte mesues i parë në Pazari i Ri, po në shkollë. Ke fotografi në fundit e vitit. Kjo është pra shkolla që të regoj në vitin 43-44 në Pazarin e Ri.
Mirë, okej. Abdullah Zajmi me klasën e tij në pazarin e ri, Jeni Pazar apo Novi Pazar, si quhet sot. Mirë, edhe videomaterialet ato t'jenë më pastaj diku prezente, pas ekspozitës, diku në internet, si pjesë e aktiviteteve të organizatës? Iniciativa jo në princip është platformë online. Na pojmë mbledhjen e rrëfimeve personale të njerëzve. Si tregova edhe më herët, kjo është gjatë këtij viti na kemi temat tona vjetore. Tema e këtij viti është lufta e dytë botërore, kështu që kjo që kemi me pa të shturën është veç një pjesë e materialeve që kemi më ri me i kolekcionu me i mbledh prej janarit këtij viti. Na pas këtij aktiviteti vazhdojmë me mbledhjen e këtyre rrëfimeve. Do të thotë jem të fol për iniciativën Historia orale e Kosovës. Historia orale e Kosovës. Pse është me rëndësi mu kthy aq mrapa në histori? Përshtypja ime është që e kemi, sidomos Kosova ka rëndësi me u ballafaqu me disa aspekte të luftës dytë botërore, për shkak se na kemi historinë tonë zyrtare që ne mësojmë dhe kemi mësuar historikisht në shkolla. Mirë po ajo histori normalisht është e limituar për plot informacioneve dhe për plot eksperiencave të luftës dytë botërore. Historia gojore në princip mirët me historitë personale të njerëzve, historitë cilat nuk janë të përfshime në historitë zyrtare. Kështu që është një metodologji në kuadër cilës bëhet mbledhja e aspekteve tjera të ngjarjeve tjera për ngjarjet specifike që kanë ndodhur. Për shembull, lufta e dytë botërore është karakteristike në Kosovë për shkak se na e dim saktësisht ose të zbukuruar me luftën e partizanëve, mirë po shumë pak flasim për ballistat, shumë pak flasim për okupimin gjerman ose okupimin italian në Kosovë dhe për eksperiencën e shqiptarëve gjatë kësaj periudhe. Shumë mirë normalisht me pa dhe për perspektiva të tjera prej historisë që na është servu, që është na është servu prej asaj kohë, ose mu më kujtohet edhe në familjen time, është edhe kjo histori orale një prej tashmë e ndjerë, një prej plakave të familjes, të regoj ke për kohën e gjithmonë e përmend ke kohën e Italisë, për shembull në Kosovë, po e përmend ke si një kohë ku ishte një kohë relativisht e lirë për shembull për qytetarët e Kosovës atëherë. Po, e vërtet është me shumicën e njerëzve me cilët jemi taku dhe me cilët jemi të bisedu gjatë këtyre muajve të fundit, në princip e kanë një eksperiencë krejtësisht tjetër prej asaj çka na mësuar dhe çka kemi lexuar lidhur me luftën e dytë botërore, sidomos. Më kërkoj falje një herë për mizat, i kemi pjesë stafit, dy miza. Edhe faktikisht çka ka qenë tepër interesante për hulumtimin tonë deri tash dhe për tregimet cilat jemi të mbledhur është se po eksperienca e shqiptarëve sidomos gjatë luftës së dytë botërore raport me italianët dhe me gjermanët është krejtësisht diçka tjetër për asaj që oficialisht lexojmë në libra. Për shembull fakti që shqiptarët e Kosovës për herë të parë kanë pas shkolla në gjuhën shqipe, është një fakt që na zakonisht për libra kurse kemi lexuar, ose që qytetarët kemi ndinë për familje. E kemi ndëgjuar po, këto janë ato pjesë të rrëfimeve familjare, të cilat dyshosh janë mbyllur dhe të cilat nuk kanë qenë gati të lejuar me u hap ose me u diskutuar gjatë viteve kur gjatë vjetëve pas luftës dytë botërore, për shkak krejt kontekstit dhe për shkak krejt asaj se çysh është interpretuar lufta e dytë botërore pas përfundimit të saj. Po. Do you have anything to add maybe on this topic? It wasn't always only a good period, the Italians. In fact, we have the story of Sadiq Stavilezzi, who was killed with Voglio Cusci in Tirana in 1942, and he was fighting Italian tanks. It's a famous story of Voglio Cusci. But Sadiq was from Giacova, and he was a partisan, and he died. He was the Daya of Sciolza Malici, but he was never celebrated as much as Voglio Cusci. Të regoj tash Ana që nuk ka vetëm storje të mira nga ajo kohë, ka edhe persona që kanë humbur jetën duke luftu tankset italiane që përmendi më herët, ishte rrëfimi i Stavilezzi. Është rrëfimi po, bashkë me Voglio Cuscin që kanë humbur jetën në Tiranë në vitin 1942, e për cilët nuk është fol shumë kur është fol për historinë e asaj periudhe. Faleminderit shumë që ishit me ne. Thank you very much for being with us.
më kuptove, normalisht, folë anglisht, normalisht. Nuk flas mirë. Po, jo, shumë mirë në vërtet, për sidomos në krahasim me gjithë ekspertët që i kemi këtu, është një gjë shumë e këndshme me ndëgju dikon që vjen nga shtetet tjera që flet në gjuhë shqipe në emisionin tonë. Mos harroni, pra, ekspozita është në ditën e natën nesër, të shtunën në ora 19. E keni ekspozitën nën radar kujtimet e luftës së dytë botërore, do të ketë materiale të shumta, video edhe ky libër i vogël e tjerë e tjerë. E na tash vazhdojmë me parashikimin e motit me Gentën.